Nëse në kohën e Enverit xhambazët e gomarëve negocioni nëpërmjet pazaret e Myzeqes me mallin që kishin në dorë, sot në shekullin e 21, Shqipëria moderne ka xhambazat e drejtësisë të veshur me kostum, me titullin pompoz Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Po ndryshimi kush është? Atëherë traktohej një kafshë për punë dhe xhambazi shiste nga një treg në tjetrin dhe dilte më i fituar. Sot traktohet një post për pushtet me para në dorë apo pagesë me Bitcoin. Në përgjimet e publikuara nga Sky, del qartë aroma e pazarit, fjalët e koduara, ndërmjetës, interesa e premtime për të rregulluar emërimin e prokurorit të Vlorës Aurel Zarka. Kështu në vend që të kemi një institucion që ruan integritetin e drejtësisë, kemi një KLP që sillet si tregu i gjallë i Gjirokastrës apo Kavajës, ku çdo gjë ka çmimin e vet. Mjafton të dish me këtë flasësh. Ironia është tërse, sa herë që gazetarët guxojnë të zbulojnë ndonjë skandal që trondit themelet e drejtësisë, KLP reagon me shpejtësinë e një rekordmeni olimpik, jo për të hetuar prokurorin që ka turpëruar sistemin, por për të sulmuar vet ata që kanë guximin të flasin. Dhe më e bukura është se ky sulm bëhet në emër të drejtësisë, sikur mbrojtja e pazarit dhe heshtja të ishte mbrojtje e ligjit. Në vend të transparencës, shpërndahen deklarata plot moral, ndërsa morali i vërtet mbytet në dosjet e pazareve që nuk duan të dalin në dritë. Në vend të procedimeve disiplinore, shpërndahen deklarata me tone moralizuese, si leksione për etik, të dhëna nga ata që në përgjime flasin për rregullime dhe nderime që s'kan asnjë lidhje me ligjin. Pra drejtësia shqiptare ka arritur në versionin e saj më grotesk. KLP-n që predikon integritetin ndërkohë që pazaron postet, një kooperativ prokurorësh që kujton se është mbi ligjin, mbi median dhe mbi moralin publik. Nëse në kohën e vjetër xhambazi mburrej që kishte gomer të fortë, sot xhambazi modern mburret që ka prokuror të bindur dhe ndërsa qytetari pret drejtësi, drejtësia pret ofertën më të mirë. Në fund, pyetja është e thjeshtë: nëse drejtësia shitet si në pazar, kush do ta blej besimin?